Nuk iknin, më falni, shiko. Gjerë në vitin 2013 kanë qenë të pakta ata që iknin. Sepse edhe njerë, një rrogë 2013 kishte fuqi blerëse 3 herë më shumë se sa rroga sot. E vërtetuar kjo. Kështu që ne zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjek dhe infermierët. Të vendosim një rrogë minimale 1.500 euro për mësuesit me qëllimin më të mirë që ata të ndjehen në funksion të misionit të madh që kanë. Do të hapim detyrimisht një fakultet tjetër mjekësie. Nuk përballohet. Kanë ikë në vit 1000. Imagjinoni ju kur dalin pension këta të këtij viti. Nuk doan ne shkojmë drejt një shterrimi të frikshëm të personelit mjekësor. Ndaj dhe ne me përparësi absolute do hapim një fakultet të dytë mjekësor. Dhe që të dy do përpiqemi të rrisim shumë pranimet në këto dy universitete, në këto dy fakultete, apo universitete, universiteti mund të ketë 2 fakultete, në mënyrë që të japim përgjigje këtij vakumi